Paramendoni sikur po gërmoni në një fushë të qetë dhe papritmas ndeshni në një pasuri që vlen sa një mbretëri e tërë. Një varr mbretëror i mbushur me art të pastër, gur të çmuar dhe armë legjendare që kanë qëndruar në errësirë për 1300 vjet. Ky ishte zbulimi i Sutton Hoo, varri më i pasur në historinë e Britanisë. Por në momentin që arkeologët hapën dhomën e vullosur, ata mbetët të ngrirën nga tmerri. Arin e kishin aty, helmetën e kishin aty, shpatën, po ashtu. Por mbreti ishte zhdukur. Nuk kishte kocka, nuk kishte mbetje, as edhe një dhëmb të vetëm, sikur mbreti të ishte avulluar në ajër. Si mund të tretet një trup njerëzor deri në harim të plot brenda një dhome të mbyllur? Kush ishte ky monark hije dhe si u fshi nga faqja e dheut? Sot do të zbulojmë historinë e pabesueshme të një njeriu të thjeshtë që mposhti elitën akademike dhe gjeti thesarin që ndryshoi historinë e botës përgjithmonë. Qëndroni me ne, sepse kjo është një garë kundër kohës, kundër luftës dhe kundër haresës. Gjithçka nisi në vitin 1939, në prag të luftës së dytë botërore. Edith Pretty, një grua me inteligjencë të rrallë dhe një interes të jashtëzakonshëm për botën e padukshme, jetonte në një pronë madhështore në Suffolk të Anglisë. Në tokën e saj ndodheshin 18 kodra misterioze dherash, të cilat vendasit i shihnin me një lloj frige mistike. Edith ishte e bindur se ato kodra fshihnin diçka të madhe, diçka që datonte nga kohët kur herojt dhe mbretërit sundonin me shpatë në dorë. Ajo i u drejtua institucioneve më të larta të arkeologjisë, duke kërkuar ndihmë nga profesor më të zëshëm. Por përgjigjja që mori ishte poshtëruese. Ekspertët e Muzeut Britanik e quajtën atë një grua ëndërrimtare dhe i thanë se ato kodra ishin thjesht grumbuj dherësh të pavlerë, të cilat ishin plaçkitur me kohë nga hajdutët e varreve në mesjet. Por Edith nuk ishte një grua që thyhej lehtë, ajo vendosi të sfidonte elitën e Londrës. Ajo punësoi Basil Brownin, një burr lokal që e njihte tokën më mirë se çdo libër historie, një njeri që nuk kishte diploma, por kishte një shpirt eksploratori. Basil Brown nuk ishte një shkencëtar me tituj pompos. Ai ishte një njeri i thjeshtë që kishte mësuar arkeologjin duke gërmuar me duart e tija, duke ndjerë strukturën e tokës në thojt e tij. Kur ai mbriti në Sutton Hoo, akademikët e shihnin me tallje. Për ta, ai ishte thjesht një punëtor krau, i patrajnuar, por Bazili kishte një instinkt që profesorëve u mungonte. Ai dinte ta dëgjonte tokën. Në qershor të vitit 1939, Bazili filloi të gërmonte tek kodra më e madhe, e njohur si kodra numër 1. Ai po punonte në një tokë jashtëzakonisht acide, një detaj që aso kohë dukej i parandësishëm, por që do të luante një rol kyç në misterin e tmerrshëm që po i priste. Papritmas, kazma e tij goditi diçka metalike. Nuk ishte një monedhë, por një ribatin hekuri e ndrishkur. Ai nuk u nxitua. Me një durim prej shenjtori dhe një fuç të vogël, ai filloi të pastronte dherat centimetër pas centimetri. Ai zbuloi një ribatin tjetër, pastaj një tjetër, të rreshtuara në një mënyrë aq perfekte saqë nuk mund të ishin aty rastësisht. Bazili e kuptoi menjëherë, ai nuk po gjente thjesht copa metali, ai po gjente skeletin e një anije gjigante të varrosur në mes të fushës. Ajo që Bazili zbuloi ishte diçka që arkeologjia britanike nuk e kishte parë kurrë. Një anije 27 metra e gjatë, e tërhequr me forcë njerëzore nga lumi dhe e vendosur si një varr madhështor. Druri i anijes ishte kalbur plotësisht gjatë 13 shekujve, por ribatinat e hekurit kishin mbetur në vendet e tyre origjinale, duke krijuar një anije fantazmë të stampuar në rër si një fosile metalike. Ishte një mjet lundrimi që dikur mbante 40 eremtar dhe kishte çar valet e detit të veriut. Kur lajmi mori dhën, arkeologët që dikur e kishin tallur Edithin nxituan drejt Sutton Hoo si vulturat mbi pre. Charles Phillips nga Cambridge mbriti me një arrogancë të pashoq dhe u përpoq të largonte Bazilin nga zbulimi i tij. Ata donin të merrnin meritat, donin që emrat e tyre të ishin në faqet e para të gazetave. Tensioni ishte i madh. Elita e veshur me kostume dhe diploma kundër burrit me çizme balte që kishte bërë gjithë punën. Por puna duhej të vazhdonte, sepse rreth e zeza të luftës së dytë botërore po afroheshin dhe ata kishin pak kohë për të zbuluar sekretin e madh. Kur më në fund arritën të dhoma funerale në qendër të anijes, edhe akademikët më gjak ftohtë mbetën pa frymë.
Hajdutët e varreve vërtet kishin ngërmuar aty shekuj më parë, por për një mrekulli të rrallë, ata kishin ngërmuar vetëm disa centimetra larg dhomës kryesore. Çdo gjë ishte e paprekur, saktësisht ashtu siç ishte lënë 1300 vjet më parë. Ata nxorën një rip prej arit të rënd, monedha ari që vinin nga vende aq të largëta sa perandoria bizantine dhe një mburoj të stolisur me figura dragonjesh dhe kafshësh mitologjike. Por zbulimi që la shenjë histori ishin qindra copa të vogla metali të ndryshkur. Do të duheshin dekada restaurimi në Muzeun Britanik për të kuptuar se ato copa formonin helmetën e Sutton Hoo, një mask hekuri bronzi dhe ari që sot njihet si fytyra e mbretit. Ky zbulim provoi se ajo që quhej epoka e erët ishte në fakt një kohë e një arti të lartë, tregtie globale dhe një forcë ushtarake të sofistikuar. Por këtu vjen pjesa më rënqetëse e këtij tregimi. Në qendër të gjithë kësaj pasurie maramendase, në vendin ku duhej të qëndronte trupi i mbretit me armaturën e tij, nuk kishte asgjë. Arkeologët kërkuan me dëshpërim për një skelet, për dhëmb apo për ndonjë mbetje organike. Ishte sikur mbreti të ishte ngritur dhe të ishte larguar vetë. Për vite me radhë u hodhën teori se ky ishte një kenotaf, një varr i ndërtuar për dikë që kishte vdekur diku tjetër. Megjithatë, shkenca moderne dha një përgjigje që askush nuk e priste. Toka në Sutton Hoo kishte një përbërje jashtëzakonisht acide. Gjatë shekujve, uji i shiut që dëportonte përmes dherave ishte kthyer në një lloj acidi të fuqishëm. Ky acid kishte ngrënë çdo gjë organike. Trupi i mbretit ishte tretur ngadalë, kock pas kocke, deri në atomet e fundit. Ai ishte bërë një njësh me rërën dhe pyllin. Shkencëtarët gjetën vetëm gjurmë kimike të fosfateve në dhera, që ishin hija e fundit të trupit njerëzor. Mbreti nuk ishte zhdukur, ai ishte tretur në përqafimin e tokës së tij. Ekspertët besojnë se ky ishte mbreti Raduald i Anglisë Lindore, një sundimtar legjendar që vdiq rreth vitit 624 pas Krishtit. Ndërsa thesari po nxiren nga palta, tanke gjermane po bëheshin gati të marshonin. Edith preti e dinte se ky ar mund ta bënte atë grua më të pasur në planet. Ajo mund t'i shiste ato artefakte dhe të jetonte në luks të pa imagjinueshëm. Por ajo mori një vendim që la pa fjalë qeverinë britanike. Ajo i adhuroi të gjithë thesarin e pachmueshëm kombit. Ajo nuk kërkoi asnjë qindark, vetëm kërkoi që historia të tregonte të vërtetën. Gjatë viteve të përgjakshme të luftës së dytë botërore, ari i Sutton Hoo nuk u ekspozua. Ai u paketua në kuti druri dhe u fsheh thellë në tunelet e metrosë së Londrës në stacionin Aldwych për t'i shpëtuar bombave që binin mbi qytet. Thesari mbretëror qëndroi sërish në errësirë, duke pritur fundin e luftës për të treguar madhështinë e tij. Sot, helmeta e Sutton Hoo vështron vizitorët në Muzeun Britanik me sytë e saj të ftohtë prej arit dhe hekuri. Ajo nuk është thjesht një objekt, ajo është simboli një mbreti që nuk ka më trup, por që ka lënë pas një histori të pavdekshme. Basil Brown, njeriu që dikur u quajt amator, sot njihet si gjeniu që rishkroi historinë e Anglisë. Ai na mësoi se pasuria e vërtet nuk është ari që gjejmë, por dija dhe vërteta që nxjerrim në dritë. Mbreti Raduald mund të jetë tretur nga acidi i tokës, por shkëlqimi i tij nuk u shua kurrë. Kjo histori na kujton se ndonjëherë mjafton besimi një gruaje të guximshme dhe duart e vrashta të një punëtori të palodhur për të ndryshuar gjithçka që ne mendojmë se dim për botën tonë. Ju faleminderit që na ndoqët në këtë udhëtim të jashtëzakonshëm. Po ju, a besoni se ka ende thesare të tilla të fshehura në këmbët tona? Na tregoni në komente dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga misteret e ardhshme që po presin të zbulohen. Deri herën tjetër, mbani syt hapur. A mendoni se kjo gjatësi është e mjaftueshme për ty?